ku femra dhe fëmijët ishin thjesht një numër në familje dhe në shoqëri, ku babai mund të bënte çdo gjë kundrejt tyre. Praktikisht në ligjin hebre, një grua kishte shumë pak të drejta, dhe burri mund ta ndante pa arsye dhe kur të deshte. Ishte e njëjta gjë në shoqërinë greke, por edhe në atë shoqëri romake të asaj kohe. Burri mund ta tradhtonte gruan, ta lindet, martohej me një tjetër. Kishte drejtë të bënte ç'të donte dhe kur të donte. Në ligjin në shoqërinë hebre, një hebre në lutjen e tij i falënderon dhe Zotin që ishte grua. Kjo ishte një lloj mendësie dhe një lloj e vërtetë në shoqërinë e asaj kohe. Mësimet që mëson Pali në dritën e vërtetës së Zotit ishte diçka jo e pëlqyer të thuhej në atë kohë. Ky pasazh tregon shqetësimin të veçantë për ata në botën e atij shekulli të parë, që në fakt shiheshin me përçmim nga shoqëria, kishin gratë, fëmijë dhe skllëve. Dhe Zoti po kushton vëmendje të veçantë këtyre tre grupeve njerëzish, duke u dhënë qoftime specifike atyre që ishin dhe mbaheshin si autoriteti në atë kulturë. Ishin burrat, aballarët, apo zotërinjt. Vetë fakti që Pali kushton vëmendje të veçantë grave, fëmijëve dhe skllëve, këtu thjesht tregon faktin që se krishtërimi i ngriti ata që ishin të degraduar nga kultura në cilën jetonin, në një stadi, një nivel të rëndësishëm të perëndimit. Është e rëndësishme të kujtojmë atë çfarë është thënë në lart tek i njëjti kapitull, dhe vargjet 10-11. Dhe keni veshur njeriu e ri, thot Pali, që ripërtërir një ri të vërtetë sipas shëmbulltyrës së atij që e krijoi atë. Një ripërtëritje në cilën nuk ka dallim midis grekut dhe judeut, të rreth prerëve dhe të pareth prerëve, barbarës, skifas, skllëve dhe të lirë, por gjithçka dhe në gjithë Krishtin. Në Krishtin të gjithë besimtarët janë të barabartë përpara perëndisë. Pra ajo që të lexojmë ka të bëjë me funksionin dhe rolin. Kjo nuk ka të bëjë fare me inferioritetin ose superioritetin të një kategorie apo një tjetër. Ka të bëjë vetëm me funksionin dhe rolin dhe përgjegjësitë e ndryshme. Udhëzimet këtu kanë për qëllim të ndihmojnë familjen të funksionojë me efikasitet dhe efektshmëri maksimale, ashtu sepse krijuesi e dizenjoi dhe e krijoi. Shumë e rëndësishme për të theksuar që mund të bëhen gabime shumë lehtë në të keq përdorur këto vargje, sipas qëllimit dhe interesit personal të një kategorie. Por të shkëputësh një varg pa e parë në lidhje me vargun pasardhës, ky është gabim. Dhe kjo në fakt jo pak herë ndodh, sepse dihet që tensionet në një çift martuar gjithmonë do të ekzistojnë. Por dhe ato midis prindërve dhe fëmijëve gjithmonë do të ekzistojnë. Dhe ky pasazh u jep udhëzime fëmijëve, por u jep udhëzime edhe prindërve. U jep udhëzime grave, por u jep udhëzime edhe burrave. Dhe të dyja kategorive duhet të jepet vëmendje e barabartë për të shmangur keq kuptimin e qëllimit të perëndisë. Një këshillë e rëndësishme është që kur ne burrat lexojmë këto pasazhe, lexojmë pasazhin për burrat dhe jo për gratë. Edhe gratë, kur lexojmë këto vargje, lexojmë pasazhin për gratë dhe jo për burrat. Është e rëndësishme që kur vim në të vërtetën e Zotit, vim duke lexuar atë çfarë na takon ne të bëjmë, jo çfarë i takon personit tjetër të bëjë. Sepse kjo do të japë një qartësi më të madhe. Ne dimë që ka shumë presion në familjen sot. Zoti kushton vëmendje të madhe strukturës familjare dhe marrëdhënieve familjare. Sepse këtë pasazh ai përmend gratë, përmend burrat, përmend fëmijët, vallat, prindit. Pra shumë prej nesh këtu e gjejmë veten në një nga ato kategori. Në mos më shumë se një.
Nëse do të flasim për karakterin e krishterë, atëherë le të shikojmë si po jetojmë atë karakter në mënyrë se si reagojmë ndaj fëmijëve tanë, si i trajtojmë prindrit tanë, si sillemi me gruan apo me burrin. Thuhet, ju gra, nështroni burrave tuaj ashtu si ka hije në Zotin. Tani, në gjithë pasazhin, fjala që është si kështu, si çekan që godet në problem tu është fjala nështrohu. Por tashmë ku pari ka shkuar të lirë në nisë kishat. Në atë realitet anë sfond shoqëror, por jo vetëm të kësaj kohe, por edhe tonë sot. Fjala nështrim ka një kuptim të ri për ata që e ndjekin Jezusin. Ne kuptojmë që besimtarët në Kolos janë në mes të një dallge ideologjisë të reme. Dhe Pali, ashtu sikur se ka bërë gjithë letrën, ku po i drejton dhe fokusin po ja çon vetëm te Krishti, po e hedh poshtë edhe këto pasazhe. Ky është një varg ku për fat keq nga burrat përdoret shumë edhe keq përdoret shumë. Dhe bëjmë sepse nuk lexojmë vargun pasazhes. Bibla thotë se ka një rem brenda strukturës familjare dhe se burri ka një rol udhëheqës. Por kjo nuk e bën njëri më të mirë se tjetri. Janë vetëm role që Zoti ka vendosur. Sepse në Krishtin të gjithë janë një, thot Pali tek Galatasë 3:28. Problemi që kemi është se shpesh mendojmë për një lloj diktature ose urdhra ushtarak nga burri që përpiqet me dëshpërim të detyrojë gruan që të nështrohet. Por kjo nuk është ajo për cilën bëhet fjalë. Greqishtja në origjinalin e saj të fjalë thotë një nështrim të gatshëm, do ta shkruajmë pak më poshtë. Një nështrim i gatshëm nga gruaja dhe është padyshim e lidhur me vargun tjetër pasardhës, 19. Të kesh një burr të dashur. Një nështrim i gatshëm nga gruaja, me vullnet të lirë, por një burr të dashur. Pa hequr këtë. Në fakt, pasazhi që është pasazhi paralel këtij, ku Pali flet për të njëjtën tematikë, madje flet në shumë vargje, te Efesianët, thotë se burrat duhet i duan drejt tyre ashtu siç Krishti deshi kishën. E di që kjo fjalë kështu nështrohu nuk na pëlqen shumë, njerëzve nuk u pëlqen shumë. Madje në botë ku kanë vënë ngjyra të kuptueshmërisë negative, por brenda një marrëdhënie të dashur, kjo është një fjalë shumë e rëndësishme dhe është fjalë pozitive. Të kuptojmë se gjithë krishterimi përfshihet nga nështrimi. Krishti duhet i nështrohesh në gjithçka atit. Të krishterët duhet i nështrohen Zotit. Letra drejtore Efesianëve, Pali duke folur të gjithë të krishterëve, na thotë t'i nështrohemi njëri tjetrit. E Filipianët 2 na tregojnë se duhet të konsiderojmë njëri tjetrin si më të rëndësishëm se veten. Për sa i përket udhëheqjes, Jezusi tha se më i madhi midis nesh do të jetë shërbëtori i gjithëve. Pra, nështrohu është një fjalë e keqe. Ka për qëllim të përshtatet mjaft normalisht në një marrëdhënie ku burri e do gruan e tij. Po, le ta shikojmë pak më këtë fjalë nështrim, pak më në detaj. Çfarë nuk do të thotë nështrim? Po do të thotë që nuk ke vlerë më pak. Nuk do të thotë që të mos shprehësh mendimin tënd, apo mos të kesh një lloj këndvështrimi të ndryshëm. Nështrim nuk do të thotë as sfavëri. Po çfarë do të thotë? Thamë që është një shprehje ushtarake dhe përkthehet të renditesh nën, të nështrohesh, të rregullosh veten nën,
dhe është një shprehje vullnetare që lidhet më shumë me besnikërinë. Po kujt po i thot fjala e Zotit gratë që po nështrojnë? Nuk thot se të gjitha gratë do nështrojnë gjithë burrave. Efesianët 5:22, pasazhi paralel që pali shkruan mbi familjen. Thot gratë nështrojni burrave tuaj. Sepse sipas atij që krijoi martesën dhe e dizenjoi atë, ata janë pjesë e një mishi. Zanafilla 2, vargje 18-25. Ato se burri dhe gruaja bën një mish i vetëm, gruaja kryes si ndihma që përshtatet burrit vetë dhe i përkasin njëri tjetrit. Siç ka hije në Zotin vazhdo Pali, një ti varg. Por çfarë do të thotë kjo? Po kjo pas hyron rregullit, sepse Zoti është një Zot i rregullit. E para, rinjë e krijimit. Burri gruaj pari, pastaj gruaja. Pari te 1 Timoteo thotë sepse Adami burri pari dhe pastaj Eva. Po, është rendi brenda hyjnisë. Krishti nështrohet Adit. 1 Korintësve 11:3 thotë, por dua që ju të kuptoni se Krishti shkreu i çdo burri, dhe burri është shkreu i gruas, dhe Zoti është shkreu i Krishtit. Le të mendojmë pak për këtë si që ka hije në Zotin. Sepse këtu ka një kufizim moral për këtë nështrim. Çfarë do të them këtë? Është nështrim vetëm si që ka hije në Zotin. Ashtu siç urdhërohet bindja ndaj qeverisë, por vetëm për aq sa qeveria zë vendin e saj nën perëndim. Pra nështrimi i gruas dhe burrit të saj është vetëm në Zotin. Domethënë ajo nuk është e detyruar të jep udhëheqjen e burrit të saj, nëse kjo bie ndesh me urdhrime specifike të Shkrimit të Shenjtë. Supozojmë që një burr i kërkon gruas gjëra të pandershme, të paligjshme, të kundërshtojë besimin e saj dhe të hedhë poshtë Jezus Krishti. Po në nështrim, nuk është në Zot. Pasazhi gjithashtu reflekton marrëdhënien e Krishtit me kishën. Efesianët 5 thonë, varg 22-24, thotë gratë nështroni burrave tuaj si Zoti, sepse burri shkreu gruas ashtu si Krishti shkreu kishës. Ai vetë është shpëtitari i trupit. Por ashtu si kisha i nështrohet Krishtit, ashtu edhe gratë do të jenë ndaj burrave të në çdo gjë. Motra, kur zgjidhni me dëshirë të nështrojeni udhëheqjen së burrit tuaj, ju reflektoni në të botë llojin e marrëdhënies që ekziston midis Jezus Krishtit dhe kishës së tij. Thamë lartë që nështrimi për të cilin flitet këtu në këtë pasazh është i vullnetshëm. Është një akt i vullnetit, është diçka që bëhet me dashuri, me zgjedhje. Në jetën e krishterë shpesh flasim për angazhimin ndaj Krishtit dhe ndaj kishës së tij. Por në vërtetë jeta e krishterë ka më shumë të bëjë me nështrimin ndaj Jezu Krishtit si Zot, Perëndi dhe Shpëtitar. Një pyetje. A e ka Jezusi udhëheqjen në jetën tonë? Apo ne vërtet refuzojmë të nështrohemi atij që na lam në mëkate dhe na dha një jetë re? Plani i Perëndisë për familjen e krishterë është që gratë nështrohen udhëheqjes së burrit, ashtu si kisha i nështrohet udhëheqjes së Jezus Krishtit. Dhe kjo është një gjë e natyrshme për një kishë që është në Zotin. Ditë që pak më vëmendje këtë dhe kam në burrit. Nëse plani perëndishëm për një familje përfshin dhënien e udhëheqjes me dashuri burrit dhe përfshin nështrimin e dashur dhe të gatshëm ndaj asaj udhëheqje, kjo me siguri do të thotë që atyre që u jepet kjo udhëheqje duhet i nështrohen para së gjithas Krishtit.
Dhe kjo është për burrat. Pra burrat nuk përjashtohen anështrimi. Thuhet që burrat duhet i duan gratë të tyre. Është përgjegjësia e një burri duhet gruan e tij. Ashtu si Krishti deshi kishën. Si e deshi Krishti kishën? Po dha jetën e vet. Efesian 5:25. Burra, duajini gratë tuaja ashtu si Krishti e deshi kishën dhe dha veten për të. Kështu që burrat duhet të ushtrojnë udhëheqje të dashur dhe jo diktatoriale. Dhe jam i sigurt që burrat kanë nevojë për këtë kujdes, që të jenë të butë dhe të dashur. Jam i sigurt po ashtu që gratë kanë nevojë për kujdes, për të mos uzurpuar autoritetin e burrave të tyre. Pra në një martesë në pjekuri, burri ushtron kujdes të dëmshur dhe gruaja e tij përgjigjet në nështrim të gatshëm. Sa ju udhëheqje të dashur. Dhe këto ecën të pandara. Janë të dyja ndodhin të dyja në të njëjtën kohë. Nuk mundet të ndodhë njëra anë dhe mos të ndodhë ana tjetër. Nuk mundet që gruaja të bëj punën e vet dhe burri mos të bëj punën e vet. Se janë Zotit. Duhet të duajnë gruan e tyre ashtu si Krishti e deshi kishën. Fëmijë, binduni prindërit tuaj në çdo gjë, sepse kjo i pëlqen Zotit. Nuk janë vetëm martesat që ndjejnë vështirësi. Ka shumë presion mbi fëmijën sot. Shumë rebelim nga fëmijët sot. Zoti e vendosi dhe tha në urdhrimin e tij, ndero baba dhe nënën tënde. Dhe është në listën e 10 urdhrimeve. Forca e komunitetit ose komi varet nga forca e familjeve brenda tij, e cila nga ana tjetër ndërtohet mbi respektin, nderi dhe marrëdhëniet e drejta midis anëtarëve të kësaj familje. Nëse krishtërimi do të bëjë një ndryshim në familje, atëherë do të ndikojnë në mënyrë se si baballarët dhe nënat i trajtojnë fëmijët e tyre dhe se si fëmijët i respektojnë dhe i nderojnë prindrit e tyre. Në një listë gjërave ku Bibla na mëson se si të ndodhë kohët në vitet e fundit, thotë që njerëzit do të jenë burrabec, arrogant, të pabindur ndaj prindërve, mospinjos, të pashenjtë, të padashur. Te fjalët e Urta 30 thuhet se ka një brez që mallkon baban e tij dhe nuk e bekon nënën e tij. Ka një brez që është i pastër në sytë e vet. Mendoj se fjala e Zotit, po ai sa ishte e vërtetë në kohën kur është shkruar, është po aq aktuale dhe vërtet në ditë e sotme. Dhe e di që kjo nuk është e vetë, sepse jam i sigurt se shumë prej jush mund ta dëshmojnë që kjo nuk është e vetë. Sepse ekziston një sfidë e vërtetë për familjen, ekziston një sfidë e vërtetë për fëmijët në këto ditë, ekziston një presion mbi ta. Thuhet për prindërit, tani këtu thuhet etër, mos i dhëroni fëmijët tuaj, për ndryshe do të kurajohen. Po si mund të hidhërojnë prindërit? Fëmijët mund të hidhërohen nga neglizhencë, ose nga keqtrajtimi. Mund të hidhërohen duke u llastuar shumë. Ose duke trajtuar një fëmijë si më të rëndësishëm si një fëmijë tjetër. Këto 4 vargje që lexuam mund të bëhen tema pafundme të fryshme në historinë e familjes së krishterë.
Krishterimi ka ndikuar botën në këtë lloj forme, si Zoti do, e si Zoti krijoi dhe ideoi familjen e vërtetë. Por më së pari le të ndryshojë mënyrën tonë të qasjes me të vërtetën që mëson Zoti. Mund të bëhen tema të pafundme që trajtojnë problematikat familjare apo shoqërore, sociale, marrëdhënie me fëmijët. Por unë shpresoj dhe lutem që këto vargje të na bëjnë të reflektojmë ne, si kish në aspektin personal me Krishtin, i cili do ndihmojë drejt për së drejti në marrëdhënien me familjen tonë. Zoti na